Sezoni veror ka nisur me një rritje të ndjeshme të turistëve në qarkun e Shkodrës, ku përveç Velipojës, një fluks të lartë vizitorësh, por regjistrohet edhe në qytet, por edhe zonat malore. Turistë nga vende të ndryshme të botës kanë zgjedhur Shqipërinë për pushimet e tyre, duke kthyer edhe Shkodrën në një ndalesë të rëndësishme të itinerarit të tyre. Vizitorët e huaj shprehen të impresionuar nga natyra, mikpritja dhe destinacionet unike që ofron zona. I'm from London. Unë vi nga Londra. Është hera parë në Shkodër. Kemi 4 ditë këtu dhe kemi bërë shtegun Valbon Theth. Dhe tani do shkojmë në Himar. Më ka pëlqyer shumë Thethi dhe Valbona. Sigurisht që do kthehem sërish në Shqipëri. E kemi planifikuar për në shtator. E dua Shqipërinë. Sapo mbërrita, akoma nuk kam parë asgjë, megjithatë duket se është një vend shumë i bukur. Unë vi nga Norvegjia. Është hera parë në Shqipëri. Kemi 3 ditë këtu dhe sapo mbërritem nga Tirana. Unë dalëm që të vizitojmë Shkodrën para se të nisemi për Maltëzi. Po, Shkodra po më pëlqen shumë. Tani po kërkojmë një vend që të pushojmë pak. Interesi për Shqipërinë është rritur ndjeshëm vitet e fundit, ndërsa kombinimi i detit, malit dhe qytetit historik po e bën Shkodrën gjithnjë më tërheqës. Me këtë ritëm pritet që sezoni veror të shënojë shifra rekord vizitorësh, duke konfirmuar Shkodrën si një nga pikat më të rëndësishme turistike në vend.